Që neve ka njëherë mu më vjen keq që ministri Murati bie në atë nivel sa që ai është ministri jemi, ai është ministri i Kosovës. Por me deklaratat që delaj dhe i thot në opinion, faktisht unë ndoshta në emën tinaj po mbije marrë, po mbije keq ka thot. Përderisa kryeministri i Kosovës, ju dini që në Gjermani tha, nëse nuk keni vend e punë, ejeni sepse në Kosovë ju gjejmë punë të mjaftueshëm. Në anën tjetër, këto janë dhëna statistikore që në vitin 2024 kanë ikë 106.000 punëtor, ma nuk janë në vend të tyre për shkaqe, për shkaqe të paga, për shkaqe të sigurisë, për shkaqe të mos respektimit të kushteve të punëtorëve të sektorit privat. Asnjë lëvizje për punëtorët e sektorit privat nuk e ka bërë. Ne sot kemi kompani, sepse kemi kompani publiko-private, kryjmë shërbime për shembull për institucionet publike në ÇKUK, në Universitetin e Prishtinës, që këta punëtorë janë në farforme kalojnë përmes kompanisë private, por këta janë punëtorë të sektorit publik. Dhe përderisa punëtorët e sektorit publik u rrit nga 50 euro në janar dhe në qershor, tek këta punëtorë që kryjnë shërbime brenda institucioneve shtetërore nuk i rrit, kështu që në farforme këtu ka sikur mund të themi një ndarje tek nëna dhe njerka. Dhe realisht e ka humb orientimin, nuk din çka është duke bë, vjen dhe trumbeton dhe çet ndonjë lajm sa për të allakatur njerëzit të mirët me ta një javë ose dy, po faktikisht mund të themi që punëtorët e sektorit privat të Kosovës normal që kanë zgjedhur rrugën e vet, por në këtë formë janë jashtëzakonisht shumë keq. Po e përsëris, kemi punëtorë që me vendimet, me qëndrimet e qeverisë Kosovës marrin pagë 232 euro dhe ky nuk intervenon. Edhe ky nxjerr vendime të tjera, thot po shkoj krahas pagës minimale. A ka më keq se domethënë veteranët e luftës me 170 euro? Gratë po baj, po dashka mu barazu që du të mu barazu. Dhe veteranët e luftës nuk po dashka mu barazu, kjo është me të vërtetë diçka tepër e tepër shqetësuese. Kjo listë e dërguar Inspektoratit Punës është vetëm për disa vend punishte ku punëtorët marrin pagë nën pagën minimale. Pagë 232 euro dhe pagë 292 euro. Ish më larg se në Universitetin e Prishtinës i kemi rreth 400 punëtorë që sot janë duke marrë pagë jashtëligjshëm dhe përderisa ky nxjerr vendime për paga më të mëdha 100%, në anën tjetër duhet ta njoftojmë opinionin se pse këto vendime tina nuk po në farforme nuk po zbatohen dhe për mos zbatimin fajtor është ai që e ka nxjerrë këtë vendim dhe nuk po e respekton.